Vitin e ardhshëm do të nisë një projekt i rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve laboratorike dhe ngritjen e infrastrukturës teknike për analizat e mbetjeve të pesticideve dhe metaleve të rënda në BIM. Projekti, i cili do të financohet nga buxheti i Ministrisë së Bujqësisë, ka një vlerë totale prej rreth 2.4 milion eurosh. Ky investim vlerësohet si domosdoshëm pas problematikave të shumta që kanë hasur prodhuesit shqiptar, ku një sër ngarkesash janë kthyer në dogan për shkak të nivelit të lartë të pesticideve, duke shkaktuar humbje të mëdha ekonomike. Në këtë drejtim, investimi synon modernizimin e laboratorëve ekzistues, rritjen e pajisjeve analitike të standardeve të BE-s dhe zgjerimin e kapaciteteve teknike për monitorimin e sigurisë ushqimore dhe mjedisore. Me këtë projekt, pritet të rritet saktësia, shpejtësia dhe transparenca e analizave të produkteve bimore, duke përmirësuar kontrollin e zinxhirit ushqimor dhe harmonizimin me praktikat ndërkombëtare. Ky investim është thelbësor për rritjen e besueshmërisë së produkteve vendase në tregun e brendshëm dhe atë të eksportit, veçanërisht në sektorin e bujqësisë dhe agroindustrisë. Për më tepër, investimi pritet të kontribuojë në mbrojtjen e konsumatorit dhe minimizimin e rreziqeve shëndetësore që lidhen me nivelin e substancave të dëmshme në produktet bimore. Punimet për ngritjen dhe pajisjen e laboratorëve të rinj pritet të nisin në fillim të vitit 2026, ndërsa projekti do të zbatohet në faza dhe parashikohet të përfundojë në vitin 2028. Nga ana tjetër, paralelisht do të nisë një projekt për pajisje laboratori të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare ISUV në vlerën 4.3 milion euro, i cili gjithashtu përfundon në 2028. Ky investim do të jetë një hap i rëndësishëm drejt rritjes së standardeve të sigurisë ushqimore dhe forcimit të konkurrueshmërisë së prodhimeve vendase në tregjet ndërkombëtare, në një kohë kur janë hapur dhe grup kapitujt e sektorit bujqësor për negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian.